kemi një komunikim, urdhëroni, shkurtimisht ju lutem, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Apo kryet një opozitë e re, tjerë. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj, më thuaj. Edhe unë të dëgjoj tani. Përsa i përket të protestës, unë e kam thënë edhe më parë. Protesta ishe, kanë drejt çdo qytetar të protestoj për drejtet e tyre, por unë një diçka duhet kishe tani. E dije që ishe cinike, edhe do dilte e tillë edhe po del. Por unë doja të ndalja tek transparenca e protestës. Në ç'kuptim? Kush e financon këtë protestë? Nga vinë këto të ardhura të kësaj protestën, qofse duhen të vinë në pushtet. Duhet patjetër që të ketë para, okej, se shpenzime edhe ka në një farë mënyrë, po të dalësh në shesh të protestosh, jo, është një të ecësh të lëvizësh. Jo, po çfarë parash duhen, them, në një pjesë të madhe. Del në shesh, proteston, ecën. Se nuk janë të gjithë protestuesit nuk janë nga brenda. Patjetër, e thash që duhen para. Dikush që vjen nga një qytet, dikush nga një tjetër, për të bërë një pankartë e një gjë, po nuk besoj që këto të jenë shpenzime. Bravo, organizatorë duhet të bëjnë transparencën. Okej. Se pretendojnë që do vinë pushtet. Tani të bëhet transparenca për lekët e naftës që vjen dikush nga një qytet tjetër, apo s'ta ka bërë një pankartë, me atë që është bërë këtu 36 vite, të lutem, ë? Dakor, pra, ato qeverisi me duart pastra, a do na shpëtojnë. Po s'ka ardhur në pushtet njëri nga protesta, se kanë bërë një parti, se kanë bërë. Po drejt asaj, pra, atë rrugë do ndjekin ata që të vinë protestë, ndrojnë që të vinë pushtet, ndrojnë që të vinë pushtet. Të kuptova. Unë hem transparenta, duhet. Dakor, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën, bisedë e bëjmë, qytetari ka mendimin e tij dhe prandaj unë gjithmonë kam thënë që mund ta kapësh në çdo aspekt, e nga më ndryshmet, e nga më ndoshta edhe të padgjorat ndonjëherë.